Vetëm 3 kokra are japin lamtumir çdo problemi. Sekreti si të përdorni. Njerëzit që hanë rregullisht një sasi të vogël të arrave rrezikohen më pak nga çrregullimet e rrahjeve të zemrës, si shkaktari numër 1 i sulmit në zemër. Një studim i ri thekson se ngrënia e 3 grushta me arra brenda një jave zvogëlon me 18% rrezikun e dridhjeve arteriale, një gjendje e njohur si çrregullimi i rrahjeve të zemrës, citon Daily Mail. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britaninë e Madhe diagnostifikohen me dridhje arteriale dhe rreth 500.000 të tjerë janë me këtë gjendje por jo të diagnostifikuar. Ulëntimi është kryer nga Instituti Karolinska në Suedi, ku si mostër kanë qenë rreth 60.000 të rinj, të cilët, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kishin shikuar konsumin e arrave dhe arrave badam në dietën e tyre në mënyrë të rregullt për më shumë se 17 vite. Nga aty ka dalë se konsumi i tyre mund të jetë i lidhur me zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër, gjithashtu edhe sulmin në zemër. Arrat janë një nga frutat më të mira të cilat duhet t'i shtoni në dietën tuaj ditore. Fal elementeve ushqyes dhe ndikimit që kanë në mbrojtjen e organizmit, ato do të bëjnë një diferencë pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Përfitimet që arrat ofrojnë në shëndetin tuaj janë vërtet të larmishme. Arrat kanë treguar se kanë ndikime pozitive në shëndetin e zemrës, kjo fal përmbajtjes së tyre të lartë të antioksidantëve, por shumë studime mbështesin zhvillime dhe përfitimet e tyre për shëndetin e zemrës, kujtesën, sheqerin e gjak dhe përfitimet e shëndetit të riprodhues dhe më shumë. Por si ndikojnë arrat tek shëndeti juaj i zemrës? Arrat janë të certifikuar nga Shoqata Amerikane e Zemrës, që do të thotë se ato janë një ushqim shumë i shëndetshëm për zemrën. Kjo përfshin përmbajtjen e ulët të natriumit, yndyrnave të ngopura dhe yndyrnave trans dhe që përmban të paktën 10% të vlerës ditore për vitaminën A dhe C, hekurin, kalciumin, proteinën dhe fibrën dietike. Ushqimet e shëndetshme për zemrën mund të ndikojnë pozitivisht në yndyrna, që do të thotë se ato shpesh ndihmojnë uljen e kolesterolit të keq, ku nivelet e larta të kolesterolit LDL mund të çojnë në arteriosklerozë, e cila është akumulimi i pllakave në të gjakut që mund të rrisin rrezikun për goditje në tru ose sulmin në zemër me kalimin e kohës. Një studim i vitit 2021 botuar në Circulation zbuloi se të moshuarit që konsumonin rreth 2 racione me arra në ditë për 2 vite, ulën nivelin e tyre të kolesterolit LDL. Arrat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj të zorëve. Kërkimet më të fundit për shëndetin e zorëve kanë treguar se ushqyesit që gjenden të arrat kur bëhet fjala për botën biotektive probiotike, për të qenë më të saktë, ofrojnë një mbrojtje më të mirë në lehtësimin e saj. Studimi më i fundit i vitit 2023 tregoi se arrat kanë potencialin të veprojnë si prebiotik, duke shërbyer si një burim ushqimi për mikrobiomën e dobishme të sistemit tuaj gastrointestinal. Arrat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të kujtesës. Fal përmbajtjes së madhe të acideve yndyrore omega 3, arrat kanë në përmbajtje të lartë ushqyes që janë efektiv si antioksidantët dhe antiinflamatorët, të cilët do të ndihmojnë gjithashtu edhe në luftën kundër stresit dhe të zvogëlojnë problemet siç është edhe rënja e kujtesës. Konsumi i një porcioni me të paktën 3 deri në 8 kokra arra çdo ditë mund t'i ofrojë trurit tuaj edhe një mundësi më të mirë për të qenë kompakt dhe të reduktojë gjithashtu edhe problemin e inflamacioneve të tij. Konsumi i arrave në dietën tuaj është i rëndësishëm kundër problemeve të Alzheimerit dhe demencës me kalimin e kohës. Arrat janë një produkt fantastik që mund të luajë një rol efikas në reduktimin e niveleve të stresit dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor. Arrat janë të pasur me përbërës neurombështetës, duke përfshirë këtu edhe elementë të folatit, vitaminës C, vitaminave dhe polifenoleve. Të gjitha këto shumë të dobishme në aspektet tuaja ditore, në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Sipas studimeve të botuar në Nutrients, zbulua se ngrënia e rreth 2 racione me arra çdo ditë në dietën tuaj
mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e përmirësimit të shëndetit tuaj mendor. Plus, rezultatet treguan se konsumi i arrave çoi gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të elementeve të shëndetit mendor. Arrat ndihmojnë gjithashtu edhe në stabilitetin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Kombinimi i proteinave, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme që gjenden te arrat mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në stabilitetin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Kjo mund të jetë një veçori e rëndësishme kur bëhet fjala për menaxhimin e diabetit të tipit 2. Në kërkimet e vitit 2023 u tregua se konsumi i lartë i arrave lidhet me një risk të reduktuar të diabetit të tipit 2. Është gjithashtu e rëndësishme të mbani në mend se shtimi i arrave në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në reduktimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Arrat duhet të konsumohen çdo ditë të paktën 3 deri në 8 kokra. Sipas Eating Well, ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Për sa kohë ato konsumohen me moderi dhe brenda sasive të caktuara, mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë ndër frutat më të mirë që mund të shtohen në dietën tuaj të përgjithshme dhe jo vetëm. Ekspertët rekomandojnë që të konsumoni arra çdo ditë në dietën tuaj. Kështu do të merrni elementet e tyre pozitiv në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse jeni një person që i keni qef arrat, atëherë duhet të dini edhe përfitimet që ato japin në dobi të shëndetit tuaj. Arrat janë një ushqim fantastik për shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë tek arrat ndihmojnë në zhvillimin e trurit, në përmirësimin e kujtesës, gjithashtu edhe në procese të tjera dhe në luftën kundër problemeve të depresionit. Arrat janë tepër ushqyese për organizmin dhe një i rritur mund të konsumojë 3 deri në 8 kokra arra çdo ditë. Ato do të ofrojnë nivele shumë të mira të proteinës, vitaminave, acideve yndyrore omega-3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme, duke i kthyer ato në një prej elementeve më të mirë ushqyes në dobi të organizmit. Arrat përmbajnë vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Arrat përmbajnë një sasi shumë të lartë të vitaminës B6, të folatit, gjithashtu edhe të tiaminës. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, gjithashtu fosfor dhe hekur. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit tuaj edhe në rritjen e qelizave, gjithashtu edhe për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e problemeve të komplikacioneve. Arrat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelet e larta të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe gjithashtu lehtësojnë komplikacionet e tyre. Nëse i shtoni ato vazhdimisht në dietën tuaj brenda normës lejuar, mund të kthehen në një aleat të vlefshëm të organizmit tuaj. Arrat janë një ushqim shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të flokut. Vaji i arrave do të përmbajë biotin ose vitaminën B7, omega-3, 6 dhe 9. Këto elementë do të forcojnë folikulat e flokut dhe gjithashtu evitojnë rënien e tyre. Arrat kanë në veti shumë të mira kundër problemeve të mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe një i rritur mund të konsumojë arra vazhdimisht në dietën e tij për të marrë përfitimet e tyre dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet. Vitamina B, së bashku me vitaminën E, janë antioksidantët më të mirë natyror të cilat arrat i ofrojnë në dietën tuaj në luftën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rezistencën e trupit. Sigurohuni që arrat i konsumoni me moderi dhe brenda normës për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.